Për shkallëzimin e situatës në lindjen e mesme ka bërë që edhe qeveria shqiptare të nisë koordinimet për garantimin e shtetasëve shqiptar që janë rezident apo që ndodhen momentalisht në këto shtete. Kryeministri dhe ministri i jashtëm në pritje të dekretimit Ferit Hoxha kanë zhvilluar një komunikim online me të gjithë ambasadorët e Shqipërisë të akredituar në vendet e prekura nga konflikti në lindjen e mesme. E mira është që të mbajmë kontakte, të kemi detyrë të regjistruar, të kenë mundësinë të kenë kontakt në çdo orë me ambasadën, sepse ne jemi ata që do të mund të ndihmojmë ata dhe të shërbimi publik shqiptar është jo vetëm krye detyrës, por është absolutisht në më të mirën e të vetes në çdo moment kur ka nevojë për ndihmuar shtresësit tanë. Detajet e komunikimit nuk bëhen të ditura, por në pamjet e shpërndara në rrjetet sociale, kryeministri lë të kuptohet se do të ketë një komunikim të vazhdueshëm për të rifreskuar të gjitha informacionet që lidhen me menaxhimin e çdo kërkese që do të vijë nga shtetasit shqiptar. Për çdo gjë me këtë ekip që keni të koordinuar, besoj që ne do jemi të informuar në kohë reale. Ju falenderoj për këtë prani.